Në kuadër të javës së Europës 2026 në Galerinë e Arteve Digjitale në Korçë u çel ekspozita multimediale Shikim dhe Tingull, një projekt artistik që sjell ndërthurjen e videos me performancën dhe tingullin live. Ekspozita vjen si pjesë e projektit Annex, i cili synon të promovojë aksesibilitetin dhe gjithëpërfshirjen e personave me shikim të kufizuar në jetën artistike dhe kulturore. Përmes bashkëpunimit mes artistëve pamor dhe interpretimit vokal live, publiku u njoh me një formë ndryshe komunikimi artistik, ku imazhi dhe zëri ndërtojnë një eksperiencë të përbashkët emocionale. Kuratorja e ekspozitës Donika Çina u shpreh se ideja e projektit është pikërisht bashkimi i dy gjuhëve të ndryshme artistike, asaj vizuale dhe tingullit. Ajo theksoi se projekti synon të tregojë mënyrën se si artistë që punojnë me forma të ndryshme shprehje mund të ndërtojnë së bashku një vepër të përbashkët artistike. Ky aktivitet organizohet në kuadër të Javës Europiane të Kulturës dhe është një projekt, një performancë multimediale e cila bashkon videon imersive të krijuar nga artistë pamor me performancën dhe soundin live të interpretuar nga një artist i operas i cili nuk shikon, ka shikim të kufizuar. Gjithë ideja e projektit ka qenë pikërisht të bëj bashkë këto dy artistë të cilët në një farë mënyrë punojnë me gjuhë e ndryshme, me gjuhën vizuale dhe me gjuhën e tingullit edhe të zërit, dhe si mund të krijohet duke patur parasysh këto vështirësi edhe këto mungesa të shprehurit. Sipas saj, ekspozita është pjesë e një projekti më të gjerë ndërkombëtar që synon të krijojë më shumë hapësira të aksesueshme për personat që nuk shikojnë. Kjo është në tërësi është pjesë e një projekti më të madh që quhet Annex, i cili dedikohet pikërisht aksesibilitetit dhe gjithëpërfshirjes të njerëzve që nuk shikojnë në sferën e artit edhe kulturës. Ndërkohë, tenori Diego Zelka u shpreh i emocionuar për rikthimin në Korçë dhe për këtë eksperiencë artistike të veçantë. Ai tregoi se projekti ka ardhur pas një pune të gjatë dhe se kjo është hera e parë që prezantohet në këtë formë. Për mua është gjithmonë kënaqësi të kthehem në Korçë për të performuar. Patjetër jam i emocionuar si para çdo performance, por çdo gjë pozitive, absolutisht. Specifikisht kjo ekspozitë është hera e parë që bëhet si ide dhe që zhvillohet deri në këtë mënyrë. Ka qenë një punë goxha e gjatë për ta bërë deri këtu. Dhe duke qenë që është e re, si çdo e re ka nevojë për kohën e vet që njerëzit ta kuptojnë dhe ta pranojnë dhe t'i afrohen. Sipas Zelkës, publiku korçar pritet ta mirëpresë këtë risi artistike për shkak të lidhjes së fortë që qyteti ka me kulturën dhe artin. Mendoj që publiku korçar do ta presë shumë mirë. Jam pothuajse i bindur për këtë, sepse duke qenë që kultura këtu është shumë e rëndësishme, kam përshtypjen që edhe kjo do të jetë po aq e rëndësishme dhe do të jetë gjë shumë e bukur. Tenori shpjegoi gjithashtu rolin e tij në performancë, ku zëri shërben si elementi që lidh gjithë eksperiencën vizuale. Unë jam zëri gjithë kësaj performance, ta themi kështu, pra imazhet që do të shfaqen do të kenë një disa pjesë të kënduara nga unë të lidhura në një të vetëve të plot. Ekspozita Shikim dhe Tingull do të qëndrojë hapur për publikun deri më 22 maj në Galerinë e Arteve Digjitale në Korçë, duke sjellë një qasje bashkëkohore mbi artin dhe rëndësinë e gjithëpërfshirjes kulturore.